Ndërsa, ka thonë post të tjera, pejgamberi a.s. su mund të si hu, agjeronin ndashi mu shëndosh. Prandaj, plot njerëz këtu tek ne, pse nuk e dinat rëndësinë e agjerimit, thot jo me shiqer, jo me tension, jo me smundje të ndryshme, mirë, po kush më mirë i shëron njerëzit pe i kolesterolit se sa agjerimi? Kush më mirë i shëron njerëzit pe i triglicerideve të larta se sa agjerimi? Kush më mirë zbret tensionin se sa agjerimi? Po kush e rrit shiqerin? Shiqerin e rrit ushqimi. Prandaj të abstenash, të heq dorë për ushqimeve, sigurisht që edhe shiqeri bie. Prandaj i ftoj të gjithë besimtarë dhe besimtarët që të agjerojnë, sepse edhe shëndoshën, po edhe në anën tjetër, pejgamberi a.s. ka thonë, agjerimi bëhet vetëm për Zotin. Të gjitha adhurimet tjera ka mundësi të bëhen për sy e faqe. Njeriu mund ndodhë që se ka fare ndërmen kur e shen një të varfën me i dhaun, po pse është me një shok, me një mek, me një dikan, është i dorën edhe ky edhe jep. Mirë po, nuk mundet njeriu me agjerue tash në këto kohëra, për shembull kur janë ditë të shkurta, është temperatura e ulët, 14 orë, 15 orë, po kur është verës edhe 17 orë, disa për shembull edhe ma shumë, të msheh dikush. Kjo bëhet vetëm për hir të Allahut. Prandaj, përfitimet janë të jashtëzakonshme edhe në aspektin shëndetësor, po edhe në ata shpirtëror fetar. Isha di, hoqë, kush është i liruar nga agjerimi? Të gjithë ata personat të cilët janë me smundje të rana, ata të cilët kanë shiqer të lartë dhe përdoren insulin, ata janë të liruam, sepse Zoti Gjeleshanu ka thonë në Kur'anin famlar, ata të cilët janë në rrugë, pra udhtojnë larg, kanë mundësi që të agjerojnë më vonë, ditë për ditë. Po edhe ata të cilët janë të smur, duhet në qoftë se është ajo smundje shëruese, shërohet pas një javë, pas një muaj, pas 2 muaj, operacion s'po di çka, e ka për detyrë ta kompenzon. Mirë po, prej atyre të cilët nuk pritet që të shërohen, ata janë të lirë që të mos agjerojnë fare, sepse Zoti Gjeleshanu thot la yukellifullahu nafsan illa wusaha, askan se kanë ngarkuar me ato çka nuk mund e bartë, apo nuk mund e qanë. Hoqë, kur folje më herët për të mirat shëndetësore, për ta zëm qoftë zbritje në pesh, apo rënjën e sheqerit, insulinës dhe tensionit, kemi pa që edhe personat ndryshëm të feve të ndryshme e praktikojnë këtë abstenimin nga ushqimin në fazat ndryshme kohore, pikërisht për t'i arritur këto qëllime. Pra, është vërtetuar dhe nga shkencëtarët për të mirat që i sjell agjerimi. Po, feja islam është fe universale, është fe që faktikisht asnjëherë nuk bie në ndesh me shkencën, ato çka ka thonë Kurani, ato çka ka thonë pejgamberi alayhis salam, ajo gjithmonë ka më vërtetuar që është pozitive. Prandaj asgjë në fen tonë nuk ka që është në dëm të njeriut apo të shoqërisë. Qartë. Mirë po, ekziston rreziku që ai që nuk e njeh, është i papregaditur ta komentoj fen. E i tilli është sigur ai që faktikisht nuk ka leje t'i gra autobusit, i merr në qafë edhe udhëtarët edhe vetë. Hoqë, kur themi që Ramazani është për me na bu ma të devotshëm, si e dëshmojmë që na jena bu ma të mirë pas Ramazanit? Po nuk ka dyshim, ati që Zoti ja pranon, në qoftë se në muajt e tjerë i ka bërë disa gabime, tash nuk i bë më, pendohet sinqerisht, edhe përmirësohet, Zoti është falës. Ne jem dëshira Zotit, ne jem vullneti Zotit, na Zotit s'ja këna imponu, pa i pse na do shumë, na ka kriju dhe na ka dhonë këtë mundësi që të shijojmë jetën, të shijojmë kënaqësitë e kësaj dynjaje, edhe kështu që ati që i dhimbët, apo faktikisht kur përfundon Ramazani, thotë sa shpejt shkoj edhe të kishte
zgjatë edhe pak, ati pa dyshim apo asaj ja ka pranu Zoti 100%. Gjatë Ramazanit thuhet që mbyllen burgosën shejtanët. Në këtë situatë, nëse ne bëjmë një të keqe gjatë Ramazanit, a është kryekput faji jonë? Qysh do të fajsohemi ne, sepse në situatat e tilla, në ditët e tjera mund të fajsojmë kushtimisht mashtrimin e shejtanit. Po në situatën e Ramazanit, kush është fajtori kryesor për një gabim tonin?